është e dyta herë që flet. Aty kamerat ishte vërtet një gazetari huaj, por shumica ishin mediat të vendit tonë. Interesi jonë, është interesi... Por ishte vetëm një përgjigje korteziale, nuk është se kishte një përgjigje mesazh politik. Dhe bëm përshtypje që edhe zoti Berisha më herët, edhe zoti Rama respektuan kodin e heshtjes zgjedhore dhe thjesht një përshëndetje korteziale sesa një artikulim politik për votimin. Nëza? Rama ka zgjedhur si duket mos të flasë, praktikisht nuk foli, nuk u prononcua, ishte vetëm një përgjigje për gazetarin e huaj, me sa duket kishte diçka të lidhur me Bashkimin Evropian, diçka që ne do shkojmë zgjedhjet na çojnë drejt Evropës, diçka e tillë. Aq arrita të perceptoja. Ndërsa më korrigjojnë nga webi se na ndihmon për bisedën, ose më ndihmojnë, ka pyetur komisionerët nëse ka patur pjesëmarrje të lartë në votime. Ajo që ne komentuam pak më parë që çfarë po diskuton. Mendoj që është pyetje normale, është pyetje të cila nuk të Se e komentuam që çfarë po diskuton. Është një pyetje normale atëherë, nuk është e paragjykuam pak më tepër se sa ishte e nevojshme ta paragjykuam.